Për datën 30 qershor territori shqiptar do të vijojë të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët dhe temperatura të larta. Gjatë orëve të pasdites në zonat malore lindore dhe juglindore do të ketë zhvillim të vranësirave të shkurtra të cilat në disa raste mund të sjellin rreshje të izoluara dhe shkarkesa elektrike. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 17 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të ngjitet deri në 34 gradë Celsius në zonat e ulta dhe në pjesën qendrore të vendit. Era do të fryjë nga drejtimi veriperëndimor dhe më pas nga veriu me shpejtësi 7 deri në 14 metër për sekond, ndërsa në Bregdet priten momente me erë të fortë deri në 17 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar, me lartësi dallgësh nga 2 deri në 4 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 17 deri në 33 gradë Celsius. Kukës, 16 deri në 31 gradë. Peshkopi, 15 deri në 29 gradë Celsius. Tiranë, 19 deri në 34 gradë. Durrës, 20 deri në 33 gradë. Kavaj, 19 deri në 33 gradë. Elbasan, 18 deri në 33 gradë Celsius. Berat, 18 deri në 34 gradë. Korçë, 15 deri në 28 gradë. Vlorë, 21 deri në 32 gradë Celsius. Gjirokastër, 20 deri në 34 gradë. Sarandë, 21 deri në 33 gradë Celsius.